me shaka edhe në mikrofon, po edhe me miq tjerë them Rama na bëri dhe këngëtar. Përveç tjera se që nuk na ka bo praktikisht gjithë të kohë, na bëri edhe këngëtar. Mendoj se ajo ishte krejt autentike, duhet ta them që fillimisht këtë shprehje, mendoj, mbase mund ta e kanë thënë tifozat Kuqezi, që ishin në turmë një prej netëve që kishte ndeshje dhe ata bojkotuan ndeshjen dhe u bashkuan protestës. Ata e nisën fillim si këngë, sepse është këngë që përdoret gjerësisht nëpër stadiume, edhe pikërisht pas asaj unë e dëgjova dhe të tjerë dëgjuan, edhe pastaj vazhdoi të këndoj normalisht derisa u bë himni kësaj proteste. Rama jepe dorëheqjen, Rama jepe dorëheqjen. Kur njerëzit në shesh më përgjigjen, është kënaqësi e jashtëzakonshme. Në fakt, them drejtën, unë këtë kënaqësi nuk e kisha përjetuar prej protestës studentore. T'jem krejt i sinqert, se edhe aty filistim me megafon maj hekurave e ngjitur me pemët, edhe protestuesit këndonin me të njëjtin motiv edhe me të njëjtin frymëzim siç këndojnë edhe sot. Por dukej sikur kjo protestë praktikisht doli jashtë mjediseve universitare dhe pushtoi gjithë shoqërinë.